Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks, në emisionin i cili tenton të sqarojë zhvillimet më të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor, por njëkohësisht edhe zhvillimet ndërkombëtare dhe impaktin që ato kanë në rajonin ton. Dhe sidomos në një kohë të tillë të zhvillimeve teje të vrullshme, ku real politika duket sikur është shtruar këmbkryq në marrëdhënie ndërkombëtare, pesha është gjithnjë e më e madhe për sa i përket sqarimit në detaje të zhvillimeve më të rëndësishme që prekin direkt rajonin ton. Dhe njëra prej tyre është sigurisht akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare të vitit 2026 të miratuar nga Kongresi Amerikan, ku fokusohet ndjeshëm në Ballkanin ton problematik, por mbi të gjitha tek Kosova. Në pjesën e parë të këtij emisioni, unë do ta sqaroj këtë realitet dhe jam në shoqërinë e dy panelistëve elitar. Me mua në studio është kapiteni i parë Artur Meçollari, ish komandant i Forcës Ushtarake Detare Shqiptare. Zoti Meçollari, falenderoj që erdhët në studio. Ndërsa në lidhje direkte nga Tallinn, ku jeton dhe punon, është kolonel Çlirim Toci. Kolonel, ju jam mirënjohës që na u bashkuat. Mirëmbrëma Franco, falenderit për ftesën. Ju falenderoj unë juve. Atëherë, zoti Meçollari, ky akt autorizimi për vitin 2026 që është ligj dhe tashmë i miratuar nga Kongresi, mbështet integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe unë e kam marrë direkt nga akti në 3 elemente të rëndësishëm: në antarësimin në NATO, në partneritetet e sigurisë të udhëhequra nga NATO dhe në institucionet ndërkombëtare të sigurisë. Pra, kemi të bëjmë me një gjuhë politike zyrtare të miratuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Si e vlerësoat ju këtë akt të rëndësishëm? Aktin e vetvete është pavarësisht se është prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe përfaqëson interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan, duhet të jemi të qartë në këtë. E dyta, vjen mbas zyrtarizimit të strategjisë së sigurisë kombëtare. Të publikuar nga Shtëpia e Bardhë. Nga Shtëpia e Bardhë, por është një akt i cili në fakt pavarësisht formës, mënyrës si u miratua, ai është një konsensus midis legjislativit dhe ekzekutivit, pavarësisht formës, që kush e propozoi, kush e miratoi, kush e tjera. Pra, në një farë mënyrë përfaqëson strategjinë ose çfarë synon të arrijë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitin 2026 në Ballkan. Dhe këtu vim tek pyetja: a përputhet kjo politikë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo strategji që ka Amerika në Ballkan për vitin 2026 me interesat tona? Kjo është pyetja thelbësore që ne na intereson. Dhe po ta shikojmë me vëmendje, të gjitha pikat të cilat ju i përmendët janë plotësisht në interes të Shqipërisë, të shqiptarëve dhe sidomos të Kosovës. Pra, në një farë mënyrë, unë mendoj që ky akt ka nevojë të lexohet me shumë vëmendje, sidomos nga qeveria e Kosovës. E kaluara e viteve të fundit në marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pakës problematike dhe ky akt në fakt në një farë mënyrë nga pikpamja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i rivendos dialogun me Kosovën, me qeverinë e Kosovës dhe me Shtetin e Kosovës, dhe si e tillë qeveria e Kosovës dhe presidenca në Kosovë, e cila ka qenë më afër Shteteve të Bashkuara, duhet ta lexojnë me shumë vëmendje dhe duhet të orientohen drejt vitin që vjen në politikat e tyre, sidomos në marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një akt i cili deri tani, mbas vitit 1999, që është çlirimi i Kosovës, ndoshta është apo dhe marrëveshjes, unë në fakt kam një qasje që marrëveshja e vitit fundit të presidentit Trump, të vitit 2020, marrëveshja që u bë në Washington, ishte një marrëveshje që cila mund të kishte një qasje shumë pozitive për Kosovën, por që nuk formalizua. Ky është një akt i cili në fakt është në favor të Kosovës dhe që Kosova duhet të mbështesë plotësisht në rrugën e saj, në politikat e saj, të jetë brenda kuadrit të aktit.
Po, kolonel Toci, paka shumë të njëjtën pyetje për ju, por ndoshta duke shtuar dhe një mini dimension të vogël. Përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë një lëvizje të tillë kaq madhore në politikat e tyre të sigurisë dhe ushtarake ndaj Kosovës në vitin 2026? Po, Franco, unë do të nisë tek dokumenti. Dokumenti është një dokument njëkohësisht edhe ekonomik, por edhe politik. Në këtë dokument politik është qartësuar ose është theksuar që Kosova, sidomos Kosova, në rajonin e Ballkanit është dhe do të mbetet një nga partnerët kryesor të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo ka dalë në vitin 2026. Pse doli në vitin 2026? E dim që rajoni i Ballkanit është një rajon i cili nuk është shumë larg vendeve të tjera të Europës, është një rajon që është kontestuar gjithmonë në për arsye të jo stabilitetit dhe të shumë aktorëve të cilët kanë marrë pjesë në destabilizimin e këtij rajoni. Dhe një nga aktorët që vazhdon ta përdor rajonin për interesat e tij është Rusia. Dhe Rusia përdor elemente të tjerë siç është Serbia apo aktorë të tjerë në Ballkan, të cilët vazhdojnë të bëjnë politikën destabilizuese të Serbisë. Në këtë dokument, i cili nga njëra anë përcakton detyrimet financiare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por nga ana tjetër është dhe një dokument politik, ka bërë në mënyrë të qartë, edhe ka analizuar kështu se sa dhe zoti Meçollari në studio, rëndësinë që ka Kosova për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse do ta konsideroj këtë dokument si një ligj, nuk është thjesht një dokument financiar, ai tregon se cilat rajone dhe cilat vende konsiderohen partnere strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pikërisht. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe është një mesazh shumë i drejtë i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kosovën, përfshirje në këtë dokument. Nëse do të përmendja shkurtimin se si e teketohet ky dokument në DAA-ja, e tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kosovën si një partner shumë të besueshëm. Dhe Kosova, ashtu siç u përmend edhe në studio, duhet ta shikojë me vëmendje, pasi kjo ka të bëjë me interesat e saj strategjike në lidhje me konsolidimin dhe formimin e një force sigurie të Kosovës efektive në mbrojtjen e interesave të saj kombëtare. E dyta, në lidhje me trajnimet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe disa vende të tjera anëtar të NATO-s, janë kontribuese të rëndësishme në përgatitjen dhe trajnimin e forcave të sigurisë së Kosovës, e cila vetëm emrin ka një forcë sigurie të Kosovës, pasi sot ajo plotson të gjitha kriteret e një force të armatosur që i duhen një vendi demokratik siç është Kosova, siç është Kosova sot. Një tjetër është krijimi i kapaciteteve. Është folur ditët e fundit të javës që Kosova ka filluar të investojë dhe të rrisë kapacitetet e saj të mbrojtjes. Kemi parë sisteme të ndryshme raketore ose anti-tanke ose anti-mjeteve të blinduara, të cilët janë blerë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Turqia apo edhe ndonjë vend tjetër i NATO-s. Pra këto janë tre fushat ku autoritetet në Kosovë duhet ta shikojnë me vëmendje këtë marrëveshje ose këtë akt ligjor të krijuar së të miratuar nga Shtetet e Bashkuara për interesat e tyre në lidhje me Ballkanin. Në DA është një mesazh i qartë politik dhe strategjik. Kosova nuk është thjesht një çështje aeronale. Pra, në bazë të këtij dokumenti, Kosova nuk është më çështje aeronale, por pjesë e arkitekturës së sigurisë aeroatlantike. Dhe nëse është folur dhe fshihet me skepticizëm, unë nuk do të flas shumë, por do ta mbaroj mbas një fjalie, rezoluta e OKB-s 1244 që flitet dhe diskutohet shumë që mund të jetë një pengesë, unë do të thosha që kjo rezolutë nuk është një pengesë për ta parë nesër Kosovën pjesë të strukturave aeroatlantike, pjesë dhe anëtare e besueshme e NATO-s. Pasi është një vend demokratik dhe ka treguar që ja është e besueshme për të qenë pjesë e kësaj organizate. Po, zoti Meçollari, ajo që të bëm përshtypje kur lexon me kujdes këtë akt është fakti që Kosova trajtohet si partner i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e përmendi dhe kolonel Toci, dhe ajo përmendet njësoj si vendet e tjera pro-perëndimore të rajonit. Për ta vazhduar atje, ajo rezolut 1244 dhe pengesat që ka Kosova për të ecur më shpejt drejt NATO-s, me këtë angazhim direkt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me një FSK e cila, siç e përmendët edhe ju dhe koloneli, vetëm emrin ka FSK, sepse është ushtri e mirëfillt, e startuar, e rritur dhe e trajnuar plotësisht nga vendet anëtare të NATO-s dhe kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shiko, nga pikpamja ligjore, Shtetet e Bashkuara e kanë njohur Kosovën, janë të parët që e kanë njohur si shtet i pavarur. Janë ata që e çliruan,
po themi bashkë me NATO, por ka qenë forca kryesore, vendimi ishte marrë nga presidenca amerikane, pastaj e kanë ndjekur të tjerë. Pra është protagonistja në krijimin e shtetit të Kosovës dhe në pavarësinë e Kosovës. Që do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, pozicioni i tyre në lidhje me Kosovën, si identifikimi si një subjekti të drejtës ndërkombëtare, është i pandryshueshëm tashmë. Por kjo rezolut na jep disa elemente të tjerë, ky akt, siç është forcon idenë e integritetit dhe pavarësisë Kosovës. E para, e dyta, forcon idenë e garantimit të sigurisë Kosovës. Mos ndryshimi të kufive, pra çdo lloj tentative për ndryshim kufi. Do ta diskutojmë në pjesën tjetër, por e doja më shumë fokusuar tek NATO-ja. Tashti, vinte rezoluta 1244 dhe NATO. Deri tani Kosova ka bërë përparime në ato element që është pjesë të parlamentit të NATO-s, ose të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, me statusin dhe është antare me e vëzhguese. Pra, ky është avancimi. Por, në fakt, duhet të pranojmë një gjë që rezoluta 1244 është pengesë për Kosovën. Është pengesë për Kosovën, sepse statusi që ajo paraqet, në fakt, nuk është statusi real që ka sot Kosova. Pra, ka një konflikt midis... Atëhere kur u miratua dhe realitetit në cilin jetojmë. Ka një konflikt midis realitetit dhe rezolutës 1244 dhe sot Kosovës i duhet një rezolut tjetër, po kjo është një çështje tjetër diskutimi se si do të arrihet ajo rezoluta tjetër që ta shpallit pavarur. Pavarësisht e drejta ndërkombëtare, ose gjykata e Hagës ja ka dhënë këtë të drejtë, njëhet ndërkombëtare i ka, mund të kesh edhe 100... Ka 120 njohje. Mund të kesh edhe 170, por duhet kalosh në Këshillin e Sigurimit procedura të tjera, ka disa... Por thelbi qëndron këtu që akti mbështet, ose akti synon që Shtetet Bashkuara të Amerikës të integrojnë Kosovën në subjektet të sigurisë, ose në institucionet të sigurisë europiane dhe ndërkombëtare. Këtu vim tani një nga institucioni kryesor është NATO-a. Dhe NATO-a, por këtu ka vetëm një problem, që në përgjithësi hyrja në NATO dhe në Bashkimin Europian ka një klauzol e cila në fakt është pakës e para është me votim dhe e dyta vendi i cili antarësohet nuk duhet të ketë probleme me fqinjet. Me fqinjet, por duhet të jetë, domethënë nuk duhet të ketë probleme kufitare. Dhe në këtë mënyrë, por Kosova e ka një mundësi. Kush është mundësia? E para një garancia e Kosovës është e garantuar nga NATO në bazë të rezolut 1244 dhe kjo gjithashmë është e ezauruar nga pikpamje e garantimit të integritetit territorial. Por Kosova për momentin mund të futet në iniciativën e partneritetit për paqe, e cila në fakt nuk është një antarësim, por është paradhon për të hyrë. Dhe kjo do të rrisi gradualisht të gjithë elementet tjerë do të rrisi aktivitetin, stërvitjet, bashkëpunimin, pra ajo sepse në fakt partneriteti për paqe ka një paket të posaçme e cila lidhet me integrimin. Lidhet me integrimin. Unë kam qenë për një kohë shefi partneritet për paqe në Ministrinë të Mbrojtjes përpara se ne të hynim në NATO dhe e di të qartë se çfarë përfaqëson partneriteti për paqe. Prandaj për momentin qëllimim unë do të dëshiroj të hynte në NATO, por është një objektiv që nga pikpamja se si funksionon NATO-a. Duhet të kalojnë disa etapa derisa të ndodh antarësimi plot. Dhe ndoshta objektivi sot më realist është antarësimi në iniciativën e partneritetit për paqe, e cila është paradhoma për antarësimin në NATO. Po, kolonel, cila është qasja juaj pikërisht për këtë çështje që diskutuam në studio, sepse është e vërtetë ajo që thotë zoti Meçollari që NATO shndrohet në prioritet, është ndryshim i madh i politikës amerikane, por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë antarësim direkt i Kosovës në NATO mbështetur pikërisht mbi këtë akt. Por kjo qasje e re e Shteteve të Bashkuara, çfarë faciliton, çfarë përshpejton përsa i përket integrimit të Kosovës në antarësimin në NATO. Dimensionin ushtarak dhe FSK do ta diskutojmë pak më vonë, por gjithnjë në dimensionin e sigurisë dhe atë politik në përshpejtim drejt integrimit të shpejt në NATO.
Franco, ky është një mesazh politik, një mesazh shumë i qartë politik që vjen nga Washingtoni. Nuk është mesazh politik vetëm për Prishtinën dhe qeverinë e saj, por është një mesazh politik edhe për Aleancën. Pasi dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata që kanë krijuar NATO-n. Pra ata që kanë hedhur themelet e para për krijimin e kësaj organizate. Që Kosova të bëhet antare e NATO-s duhet të plotësojë disa kritere. Një nga kriteret është që të ketë një shtet funksional demokratik. E dim dhe kemi parë gjatë zgjedhjeve të fundit që Kosova ka treguar maturi dhe shtet formim. Pra një element është i plotësuar. Dhe një element tjetër që duhet të ketë Kosova të ketë kontrollin civil mbi forcat armatosura. Dhe këtë instrument Kosova e ka plotësuar. Elementi i tretë është që Kosova duhet marrë pjesë në aktivitete të ndryshme ose siç tha dhe zoti Moçollari në aktivitete që mund të angazhohet nën kuadrin e partneritetit për paqe. Dhe kjo është ajo pika, unë ka përmend edhe do të shkuarën një pika ose paradhoma, unë do ta etiketoj për zoti Moçollari që e përmendi paradhoma për të hyrë në NATO. Pra është shumë e rëndësishme partneriteti për paqe. Kosova nuk është vetëm fizikisht pjesë e partneritetit për paqe, pasi Kosova ka marrë pjesë në stërvitje të ndryshme të organizuara nga NATO në territorin e saj dhe jashtë territorit të saj, merr pjesë në aktivitete të ndryshme trajnuese dhe përgatitëse për ushtarakët e saj në vendet anëtare të NATO-s, në Shtetet e Bashkuara në vendet të tjera të anëtare të NATO-s. Ishte një hap tjetër i rëndësishëm pas kësaj, pasi kjo është një vendimarrje politike, dhe kjo është ajo pengesa që mund të jetë për Kosovën për të bërë pjesë e partneritetit për paqe. Dhe ky mesazh i ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta ndihmojë Kosovën dhe mund të dedurojë 4 vendet, sepse nga 32 vende anëtare të NATO-s kemi 4 vende të cilët nuk e kanë njohur Kosovën. Edhe këto mund të bëhen pengesë. Një hap tjetër i Kosovës, pra përpara se të bëhet pjesë e NATO-s, pra pjesë aktive e NATO-s, antare 33, i duhet të jetë zoti Moçollari e di është ka marrë pjesë, edhe unë kam marrë pjesë kur jam pjesë e disa struktura të Ministrisë Mbrojtjes që quhet Membership Action Plan ose plani i veprimit për antarësim. Dhe ky është një proces, dhe ky është një proces politik. Që të bëhet pjesë e këtij procesi ose këtij dokumenti duhet përsëri një konsensus. Dhe ky konsensus politik ose ky korumi politik në NATO për momentin për Kosovën nuk është i plotësuar, pasi përsëri shkojmë tek 4 vendet anëtare të NATO-s, të cilat ata do ta në një farë mënyrë do ta pengojnë pasi nuk e kanë njohur edhe si shteti pavarur. Pra ky është një proces për Kosovën që duhet të ndiqet dhe kjo deklaratë ose ky ligj apo çfarëdo lloj dokumenti, çfarëdo lloj emri mund t'i vëmë këtij dokumenti i miratuar dhe i publikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një augur shumë i mirë, një mesazh shumë i fortë për Kosovën dhe shqiptarët që duhet ta shfrytëzojnë atë për të ecur më parë, për të plotësuar hapin e parë për të bërë antar i partneritetit për paqe, i dyti antari i mapit ose i planit për veprim për antarësim në NATO, dhe hapi i tretë është bërja e Kosovës vend antar me të drejtat plota në NATO. Po, zoti Moçollari, ajo që të bën përshtypje është që Kosova dhe hapësira shqiptare përmendet sistematikisht në këtë akt të miratuar nga Kongresi Amerikan, ndërkohë që Serbia thuajse nuk përmendet fare. Por ajo që të bën përshtypje është që akti dënon veprime destabilizuese në veri të Kosovës dhe mbështet fort praninë e KFOR-it. Dhe ajo që të bën përshtypje është që pikërisht në këtë lloj qasjeje e lidh direkt sigurinë e Kosovës me interesin strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne jemi përpjekur, ndjes ju ndërpres, ne jemi përpjekur vazhdimisht në këtë emision, gjatë këtij viti të presidencës Trump, që të kuptojmë ku do godas presidenti Trump apo administrata Trump apo Shtetet e Bashkuara në raportet Kosovë-Serbi. Ndërkohë që ky dokument kam përshtypjen jep shumë informacion edhe për sa i përket kësaj qasje. Pikërisht, pavarësisht një lloj paqartësie në qasje që ka ekzistuar gjatë një viti të presidencës Trump për shkak edhe të problematikave që ka pasur ndërkombëtare, ky akt në fakt nuk bën gjë tjetër vetëse e qartëson pozicionin e Shtetit Bashkuara të Amerikës në lidhje me Kosovën. E para. E dyta, akti është i qartë që faktori destabilizues në Kosovë është Serbia. Pra, këtë që ne kemi thënë kemi diskutuar si shqiptar, por kuptohet mi bazën e indicjeve apo argumentave dhe të ndërkombëtarëve, këtë e qartëson akti. Pra, dhe jemi në kushtet që akti
kërkon, po ta shikosh me vëmendje, kërkon dhe të largoj Ballkanin Perëndimor dhe Kosovën nga influenca ruso-kineze, ku në fakt një nga faktorët ose një nga pikat e forta të influencave të këtyre dy faktorëve në Ballkan është Serbia. Pra jemi në kurrë që është identifikuar kush rrezikon sigurinë në Ballkan në akt, është identifikuar. Dhe kjo është gjëja pozitive. Dhe këtu desha të them, sepse po të shikojmë kemi dhe një ndryshim të qëndrimit shtetet. Deri tani kemi folur që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërprer dialogun, kanë krijuar, kanë vendosur sanksione Kosovës e tjera, kurse këtu kemi një ndryshim rinjësor të pozicionit. 180 gradë. Kemi 180 gradë. Pse? Sepse në fakt, unë kam qenë gjithmonë, bashkë kemi folur këtu dhe unë kam qenë të identifikoj atë që nuk dalohet, atë që nuk duket. Dhe në fakt, ne kemi sot një situatë që siguria në Kosovë është përmirësuar të paktën në bazë sulmit të Banjskës, dhe unë e konsideroj Banjskën pikën e kthesës në marrëdhëniet në raportet e sigurisë Kosovës. Siguria në Kosovë është përmirësuar ndjeshëm. Kur them është përmirësuar, kam parasysh, nuk po flas për shtetin ligjor, po flas për sigurinë nga faktorët e jashtëm, ku me faktorët e jashtëm konsideroj Serbinë. Pra, ish hequr mundësia Serbisë, ose ish minimizuar mundësia, nuk mund të themi që ish të ndërhyj apo të sabotoj. Të sabotoj apo të destabilizoj situatën në Kosovë. Dhe këtu jemi në efektin pozitiv që është krijuar pavarësisht raporteve. Dhe sot, Kryeministri Kurti dhe qeveria dhe presidenca kanë një detyrë. Situata është përmirësuar, por duhet të eliminojmë pasojat kolaterale që ka dhënë kjo situatë, cilat janë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo dhe me të tjerët, apo dhe ajo paqe sociale që është prishur në një farë mënyre brenda Kosovës, sot është arritur objektivi. Arritja objektivi do të thotë një reflektim dhe të shikoj çfarë dëme kolaterale ka sjell, atëherë hajde të përmirësojmë ato dëme kolaterale, situatën në dëmet kolaterale që janë krijuar, siç janë raport me Europian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo dhe ajo paqe sociale që në fakt ka nevojë të përmirësohet akoma më shumë, dhe kështu që vazhdon, dhe në këtë mënyrë Kosova do të jetë përsëri brenda linjës së sigurisë që garanton Shtetet Bashkuara të Amerikës. Absolutisht. Ndërkohë, kolonel Toci, është një të bën përshtypje kur lexon aktin fakti që Kosova trajtohet njësoj si të gjitha shtetet e tjera pro-perëndimore, nuk ka asnjë asteriks apo nuk ka asnjë gjë që ta sfidojë këtë gjë. Por nga ana tjetër, doja të pyesja mes çështjes ushtarake sigurisë dhe dimensionit politik. Gjatë 4 viteve të presidencës Biden, ishin europianët ata që ishin violinë e parë për sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, dhe Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Escobarit, por edhe të tjerëve, ishin si thua mbështetës të këtij dialogu. Por me këtë president Trump, që ne po e shohim çdo orë, jo çdo ditë, dhe mënyrës se si administrata e re po funksionon, si e shihni ju zgjidhjen e dialogut? Ndoshta po e bëj pyetjen, po shkoj ke zhëja, pa diskutuar asnjë gërm të alfabetit, por në këtë emision këtë doja të qartësoja nga ju të dy zotrinj. Si e shihni ju mbylljen, epilogun e dialogut Kosovë-Serbi, kur duket sikur marrëveshja e Brukselit, aneksi i Ohrit, po ka psuar infarkt dhe është në gjendje paravdekjes, ndërkohë që europianët insistojnë, por amerikanët duket sikur kanë një qasje krejt tjetër. Nuk e di, bëra një parashtrim për audiencën më shumë. Franco, parashtrimi është shumë i drejtë, unë do t'i kthehem pak në retrospektik në kohë. Po ta shikojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krahasim me europianët ose me Bashkimin Evropian, janë ata që kanë investuar më shumë dhe kanë qenë më efektivët në këtë rajon. Le të kthehemi pak në kohë, unë nuk do të marr shumë kohë, le të kthehemi. Amerikanët janë ata që arritën të ndalojnë luftën në Bosnjë-Hercegovinë, pra një luftë ndërmjet komuniteteve, dhe të arrihet një nënshkrim marrëveshje që ishte marrëveshja e Daytonit. Amerikanët ishin ata që iniciuan ose nxitën përfshirjen e NATO-s në vitin 1999 që të merrnin sulme ndaj pastrimit etnik të Miloševićit ndaj shqiptarëve në Kosovë. Pra është një investim tjetër i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Amerikanët ishin ata që iniciuan dhe shtyn procesin e anëtarësimit të Shqipërisë, të Kroacisë, të Malit të Zi dhe të Maqedonisë Veriut.
Po ta shikosh, pra ka një numër të madh investimesh të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit, të cilët kanë pas efekte. Po ta shikojmë europianët, kthehemi tek europian, nuk kam asnjë paragjykim për europianët. Europianët kanë dhënë një kontribut të madh edhe ata për stabilitetin e rajonit të Ballkanit, por nuk kanë qenë aq efektiv sa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qoftë edhe në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Përqasja e tyre, përqasja e një komisioneri apo një drejtuesit lartë europian, ku të dy drejtuesit që merreshin me këtë çështje dialogu në të shkuarin ishte të dy që vinin nga vende që nuk e njihnin Kosovën si shtet pavarur. Dhe kjo përqasje që në fillimet, që në hapet e para ishte e paragjykuar. Si mund të promovonte një dialog transparent dhe të beshueshëm ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit Lajçak, ish ministri i jashtëm i Slovakisë, i cili ka qenë ai që nuk ka ndikuar në politikën e vendit të tij që të njihet Kosova nga Slovakia. Dhe unë nuk kam besuar asnjëherë që Lajçaku do të ishte një i besuar. Dhe unë bie dakord me qeverinë Kosovë, por edhe me zotin Kurti që ka qenë dyshues dhe këmbëngulës në mbrojtje të interesave shqiptarëve në Kosovë. Dhe po ta shikosh, këtu kemi që Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin ata që janë gjithmonë më efektivët, gjithmonë ata që arrin rezultate dhe europianët që janë gjithmonë mbrapa dhe janë më pak të efektshmët. Dhe unë besoj që në pas të kësaj rezolute ose këtij akti, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund t'i japin edhe një shtytje pozitive dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Janë ata të vetmit që mund ta bëjnë atë. Drejtimi i gishtit tek shqiptarët si një faktor stabiliteti, forcimi i faktorit shqiptar do të jetë një faktor stabiliteti në Ballkan. Serbia dhe serbët kanë qenë gjithmonë faktor destabilizues në Ballkan. Kjo nuk do të tregoj që unë shenja urrejtje e tjera nuk ka të bëjë fare, por kjo është ajo që na tregon historia. Dhe ata e vazhdojnë. Zoti Meçollari përmendi me drejt në studio. Ishin ata që krijuan situatën terroriste në Banjsk në veri të Kosovës. Dhe po ta shikosh, unë bie dakord plotësisht me ju në studio që situata e sigurisë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në veri të Kosovës nuk ka të krahasuar me disa muaj ose 2-3 vite më përpara. Sot qeveria e Kosovës është në gjendje të kontrollojë të gjithë territorin e saj. Dhe unë me një gjë tjetër do të them për Shtetet Bashkuara të Amerikës, pse janë ata efektive. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dhe një bazë në Kosovë që është baza Bondsteel. Gjithmonë vendet kanë objektiva afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata. Kjo baza është atje për një kohë shumë të gjatë. Sa do të jetë ajo, unë do të thosha që do të qëndrojë aq gjatë sa do të jetë e nevojshme për të forcuar bashkëpunimin shumë të mirë që ndodh aktualisht ndërmjet shqiptarëve, jo Kosovës, por do të thosha shqiptarëve dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës do të jenë vetmi aktor që do të zgjidhin çdo lloj ngërçi që ju e përmendëm më drejt në studio, për shembull marrëveshja e Ohrit apo e Brukselit, sot janë inekzistente ose të pazbatueshme. Dhe një nga arsyet që këto dy marrëveshje janë të pazbatueshme është për arsye të Vučićit, presidentit të Serbisë dhe të Serbisë si aktore destabilizuese. Edhe ky dokument e drejton gishin dhe vendos atë mbi plak dhe thot kush është fajtori dhe kush është ai që është ka pësuar më shumë nga historia dhe ne shqiptarët kemi pësuar më shumë nga historia për arsye të politikave kundra shqiptarëve që janë ndekur sidomos në Jugosllavi dhe në Ballkanin Perëndimor. Po. Zoti Meçollari. Dokumenti ka një paragraf ku kërkon nxit dialogun midis Serbisë dhe Kosovës me objektiv njohje reciproke. Këtu duhet jemi pak realist. Mekanizmi ose dialogu për njohje reciproke është një mekanizm i cili në fakt kërkon të mbaj linja të hapura të komunikimit, të zhvillohet dialog, të ketë, por në fakt Shtetet Bashkuara të Amerikës unë jam i bindur që nuk ka mundësi që të ketë njohje reciproke. Pyetja është e thjeshtë. Historia na i ka treguar këtë pse. Si rezoluta 1244 dhe marrëveshja e Kumanovës ishin marrëveshje detyruese, nuk ishin marrëveshje konsensuale. Pra, vërtet u detyrua. Marrëveshjen e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit u prish vetëm një fakt. Vučić nuk pranoi ta nënshkruaj. Në fakt, e vërteta është që duhet të pranojmë faktin që Kurti luajti bukur blofin. E luajti jashtëzakonisht bukur në marrëveshjen e Ohrit, duke rënë dakord me gjitha kushtet me njohje reciproke, duke pranuar dhe asociacionin, po e mbani mend. Por, thelbi qëndron, pyetja është
zgjidhja më e mirë do të ishte një reciproke. Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë e me më pak dëme, me më pak përpjekje nga të gjitha palët duke përfshirë shtrohet. Përpjekje shtrohet. A mundet në një periudhë afat shkurtër apo afat gjatë të gjendet një serb i cili të jetë në pushtet dhe të firmosi njërin e Kosovës, nëse nuk gjendet do të një tjetër, dhe unë jam i bindur që nuk gjendet, atëre njëja e Kosovës do vi sipas detyrimeve ndërkombëtare, që është antarësimi i Organizatës e Kombeve të Bashkuara. Dhe këtu futemi cila do të jetë, si e parashikojmë, ose çfarë po ndjek qeveria e Kosovës për antarësimin në OKB dhe si po e luan pikërisht të kartë, sepse në fakt nëse njëja reciproke është e pamundur, atëre duhet të gjenden mekanizmat dhe për njëja në OKB. Dhe këtu do të vim tek fakti se si mund të ndodhi kjo situatë. Qartë. Të nderuar shikues, shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe paneli ton do t'i bashkohet një tjetër i ftuar këtë radhë nga Prishtina. Mos u largoni, do t'jemi së bashku vetëm pas pak.